Seli është jo vetëm një nga lagjet më të vjetra të Romës, por edhe emri një prej 7 kodrave, mbi të cilat sipas historisë është ndërtuar Roma antike. Mbi një port të thjesht hekuri në këtë lagje është shkruar Misionaret e bamirësisë. Kjo është shtëpia e Nën Terezës në Rom, vendi ku nëna e shenjtë shqiptare qëndronte sa herë duhej të vizitonte Vatikanin. Quhet shtëpia e dashurisë. E çdo kush që troket në portën e saj, gjen aty dashurinë e motrave të Nën Terezës. Aty takuam edhe motër Serenën, nënën superiore të konventës Shtëpia e Dashurisë, e cila në një intervistë ekskluzive për Ora News tregon detajet interesante të Shtëpisë së Dashurisë. È stato nel 68. Shtëpia e parë e motrave të Nën Terezës në Rom është ndërtuar në vitin 1968 në zonën Torre Fiskale dhe ende sot përdoret nga etorit misionar të urdhrit ton. Shtëpia e Nën Terezës ku jemi sot është ngritur më vonë nga nevoja për të pasur një vend për të mikpritur dhe ndihmuar të varfërit në qendër të Romës. Ishin etorit kamaldolez që na dhuruan këtë pjesë të manastirit të tyre. Nëna Terezë fillimisht në këtë ndërtesë ngriti dhomat me banjo për të mikpritur gratë e varfra, ndërsa pjesa tjetër u vu në dispozicion të motrave të urdhrit. Në mes të korridorit ndodhet kapela e lutjes. Përballë saj është dhoma e Nën Terezës. Është ashtu siç e ka lënë ajo, një shtrat i ngushtë, pranë tij një tavolinë shkrimi, një karrige dhe përballë një raft i bardh librash. Kjo hapësirë e vogël me kushtet më minimale për të jetuar bën të kuptosh madhështinë e nobelistës së shenjtë shqiptare. Sì, mi ricordo bene, tante volte la madre facendo le viaggi è venuta in questa casa a stare insieme a noi. Kujtoj mirë se shumë herë Nën Tereza gjatë udhëtimeve të saj ka ardhur për të qëndruar bashkë me ne në këtë shtëpi, por ne ka qenë gjithmonë një nën. Në ndihmonte në preokupimet tona të përditshme dhe na rrinte pranë. Këtu në këtë vend ajo takonte njerëz të thjeshtë, takonte të gjithë ata që e dinin se ndodhej në Rom dhe vinin ta takonin, takonte të gjithë ata besimtarë që merrnin pjesë në meshën e shenjtë. Aktualisht në botë gjenden 758 seli të urdhrit të motrave të Nën Terezës, të ngritura në 139 shtete të ndryshme, si dhe numërohen rreth 5161 motra të Nën Terezës që çojnë përpara misionin e saj. Questa casa è anche la casa procura e c'è un ufficio per amministrare lavori delle suore. Kjo shtëpi sot është selia qendrore e motrave të Nën Terezës në Rom. Ka një zyrë që merret me organizimin e punës së motrave dhe është gjithashtu një qendër për të formuar motrat e reja. Ka një grup murgeshash të reja që zhvillojnë këtu kursin e tyre të formimit dhe eksperiencën e parë. Kemi gjithashtu një grup motrash që çdo ditë kryejnë shërbimin e tyre në anën tjetër të kësaj shtëpie, ku jetojnë vëllezërit e vobek të Nën Terezës dhe kujdesen për një grup burrash të pastre që ka nevojë për gjithçka, të ushqehen, të vishen dhe për kura mjekësore. Nën Tereza pranoi të merrte në dorëzim çmimin Nobel për paqen vetëm në emër të varfërve e me kushtin që $6.000 e parashikuar si vlerësim ekonomik t'i shkonin banorëve të Kalkutës, para këto që do të shërbenin për të ushqyer të varfrit indian për një vit të tërë. We have brought so much joy in the homes that there was not a child. Në këtë prag eventi madhështor të shenjtërimit të Nën Terezës në 4 shtator, motër Seren tregon detajet e përgatitjeve të fundit. Da quando abbiamo saputo la data ci siamo stati da fare. Që kur mësuam datën e këtij eventi nisën përgatitjet. Arshipeshkopi i Kalkutës na përgatiti një program për të festuar falenderimet për zhvillimin e këtij eventi. Këtu në Rom motrat janë shumë të impenjuara për përgatitjet e liturgjisë, mikpritjen e personave të shumë që do të marrin pjesë dhe për gjithçka që përmban një ceremoni e tillë unike. Për këtë event ne, motrat e Nën Terezës, jemi impenjuar dhe me një përgatitje shpirtërore për të thelluar në ato çka është mënyra jone të jetuarit përmes bamirësisë e ndihmës ndaj nevojtarëve, ashtu siç na ka lënë mësim me urdhrin ton Nëna e Shenjtë. Nën Tereza u bë një nga urat ndërlidhëse të njohjes së shqiptarëve në botë. Në qershor të vitit 2002, Bill Clinton është shprehur: Nën Tereza ishte e para ajo që më bëri ta dua kombin shqiptar, dhe tani ndihem shumë krenar që plotësova një detyrë morale ndaj saj dhe ndaj vlerave të lirisë. Edhe pse është shqiptare, Nën Tereza nuk i përket vetëm Shqipërisë. Gonxha u bë qytetarja e botës, e popujve,
feve dhe qytetërimeve, që me 4 shtator do të ngjitet në Panteonin e Shenjtëve.